Po. Dje ka qenë dita botërore, po. Ka qenë takimi rregullt i komitetit për komunitetet, që është një nga organet më aktiv që ka kuvendi komunal i Prizrenit, që kryesohet nga Ertan Simit, që antari kuvendit të Prizrenit. Dje ka qenë mbledhja rregullt në cilën kanë prezantuar edhe kryetari i komunës, zotëri Shoqir Totaj, dhe drejtori i shërbimeve publike Çel Lamaj dhe ajo e arsimit Luljeta Veselaj Gutaj, ndërsa veçantia e kësaj mbledhje ka qenë edhe prania e antarëve të komiteteve për komunitete nga komunat e Lipjanit, Fushë Kosovës, Prishtinës, Shtimjes dhe Graçanicës. Në këtë takim ata kanë përcjell nga afër punën që e bën ky organ i kuvendit komunal, dhe dy pika kryesore kanë qenë ato që kanë përshkruar këtë mbledhje, ku kanë raportuar drejtori i shërbimeve publike Çel Lamaj dhe drejtoresha e arsimit Luljeta Veselaj Gutaj, të cilat kanë informuar të pranishmit për aktivitetet dhe projektet që kanë realizuar këto dy dikastere të rëndësishme të qeverisë lokale këtu në Prizren. Ata kanë folur për projektet shumëta që janë realizuar në sektorin e arsimit për përmirësimin e kushteve për mësimdhënie dhe mësimdhënie dhe në ngritjen e cilësisë së arsimit, ndërsa drejtori i shërbimeve publike zoti Lamaj ka folur për projekte të ndryshme që janë realizuar dhe po realizohen në komunën e Prizrenit. Ndërsa një fjalë rasti e ka mbajtur edhe kryetari i komunës së Prizrenit, zotëri Shoqir Totaj, i cili ka thënë se komunitetet në Prizren janë pjesë integrale e shoqërisë këtushme dhe nuk ka ndonjë dallim që bëhet sa i përket qeverisjes që ai e udhëheq Prizrenin sa i përket komuniteteve. Antarët e Komitetit për Komunitete kanë më pas kanë ngritur disa shqetësimet e tyre lidhur me gjendjen jo të mirë infrastrukturore në disa zonat e Prizrenit, për të cilën gjë dhe kanë marrë përgjigje nga kryesisht nga drejtori i shërbimeve publike Çel Lamaj, dhe bashkërisht po mendohet se këtyre zgjidhjeve, këtyre problemeve që janë ngritur si shqetësime në këtë mbledhje, të gjendet zgjidhje dhe të përmirësohet infrastruktura më tej në komunën e Prizrenit. Pra kjo ka qenë edhe tema e kësaj mbledhje, ku vlen për të respektuar gjithë punat që bëhet nga ky organ, është më aktivi që ka kuvendi komunal i Prizrenit, ku janë përveç antarëve të kuvendit pjesë e këtij komiteti edhe pjesëtar të shoqërisë civile, por edhe të partive tjera politike që nuk përfaqësohen në organin më të lartë legjislativ komunal në Prizren. Mirë, dje ka qenë dita botërore për të promovuar dhe për të cherish, celebruar diversitetin, dialogun edhe zhvillimin. Ne unë e thomë edhe pranojmë se pasuria e Kosovës është fakti që kemi kaq shumë religione të ndryshme, grupe etnike të ndryshme, dhe se si të tillë këtë diversitet duhet ta festojmë, ta nderojmë edhe ta çojmë në nivel më të lartë, po besoj. Është pasuri. Kushdo që vjen në Prizren, nga përfaqësues të ambasadave, nga zyrtar të lartë të shteteve evropiane, por edhe botërore, gjithmonë e dinë dhe kanë informacione se Prizreni është shembulli më i mirë i bashkëjetesës së komuniteteve, si dhe harmonisë së dalluar ndërfetare që zhvillohet këtu, dhe nuk ka ndonjë problem. Përkundrazi, gjithmonë e më tepër lidhjet mes komuniteteve janë edhe më të mëdha e nuk ka dallime sa i përket çështjes se cilës komsi i përkasin apo edhe cilit konfesion fetar i përkasin njerëzit këtu që. Pak në depresion do shta Prizreni pak, ku mund të pramë finalen kundër Trepçës në basketball, po vitin ardhshëm. Po shpresat i kemi patur, po gjithsesi sporti është i tillë. Me rëndësi pjesëmarrja. E ku këshyrë edhe ka qenë fenomenal, edhe bashkimi deri në fund ka mujt me kthy rezultatin, kështu që big up. Mbi të gjitha, besoj se gjithë sportdarësit cilët i kanë përcjellur serinë e finaleve, por sidomos ata që kanë qenë në palestra në Prizren dhe Mitrovic,
Kam përjetuar Po. një spektakël të rrallë Po. të krijuar nga 2 tifozërit Arpagjic dhe Torcida. Torcida vetëm në NBA, ndoshta në kampionat evropian. Faleminderit shumë, nëse ka Artina diçka me të pyet. Jo, të sepse falenderoj. me të drejtë ko qytetori ka njerë të projt nuk felo shumë e fol. Jo, s'është. Faleminderit shumë Nuha, të faleminderit për gjitha këto informacione, kalofsh bukur dhe shpresojmë të mos zënsh jo se po duket që është vranë të kogja shumë. Po. Po rigon edhe nga pak shumë, Okej, mirë, ik pra jemi mësuar, në zyre. ditë mbar juve Ditë dhe mbar. gjithë shikuesve. Mirë, faleminderit shumë. Ishte menuar nga Prizreni për na tregoj për një mbledhje të komuniteteve. Para se me vazhdu me informacionet dhe me materiale tjera, kemi një breaking news. Drejtoria kundër terrorizmit dhe policisë së Kosovës në koordinim me prokurorinë speciale në mëngjesin e sotshëm kanë kry operacione për të ndaluar dhe ka arrestuar persona të lidhur me organizata terroriste dhe njëri prej tyre me të afër në Siri janë dhënë edhe emrat për ndryshe se me urdhër të prokurorisë këta janë dërguar në mbajtje.